Të nërmish, mirë se ritakojmë sërish në kjo është koha, erdhi momenti që të jemi sërish së bashku në këtë emision të përditshëm në këtë muaj të begatë të Ramazanit, duke shpresuar, duke lutur Zotin për gjithë secilin për ju që këto ditë kanë qenë të begata, kanë qenë adhurime të pranuara për ju dhe për gjithë shqiptarët. Ju ftoj që të qëndrojmë së bashku në një temë e cila besoj do të na kthjellojë disa nga dimensionet e Ramazanit. Do të flasim për burimet e fesë islame, sa kredibile janë ato, sa të sigurta janë ato. Sa të afta janë këto burime të fesë islame për t'u përgjigjur sfidave të së ardhmes të gjithë secilit, jo vetëm rrafshin individual, por se dhe në atë shoqëror. Për të folur mbi këtë temë, un kam kënaqësinë që sot të kemi hoxh të nderuar Hoxh Mustafa Tërniqi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjetëm. Hoxh, së pari agjërim të pranuar, Ramazan të begatë për ju dhe për gjithë dashamirësit tuaj. Faleminderit dhe për ju gjithashtu dhe gjithë muslimanët. Por që do të flasim pak për burimet e fesë. Muslimanët kur lexojnë Kur'anin, kur lexojnë hadithet e profetit, në një farë mënyrë lexojnë një mrekulli. Pra Kur'ani është fjala e Zotit. Hadithet e profetit janë gjithashtu frymëzim për Zotit. Këto janë një lloj garancie se kjo fe është hynore. Nëse bëjmë një pyetje pak më të përgjithshme, kur falemi, kur agjërojmë, kur largohemi nga disa gjëra, kur bëjmë disa të tjera, cilat janë burimet e fesë islame në të cilat ne i marrim si referencë në adhurimet dhe në veprimet tona. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Për sa i përket burimeve të fesë islame ose në formë më specifike ajo që quhet shariati islam, janë 4 faktikisht. Është Kurani që ju e përmendët. Kurani patjetër është numri 1 sepse është fjala e Zotit. Pra burimi kryesor është Kurani. Burimi kryesor nga ku vijnë gjitha të tjerat pastaj është pikërisht Kurani. Kemi fjalët profetike, ngjarjet profetike, gjithçka që është transmetuar nga profeti ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam, është gjithashtu burimi i dytë, referencë bazë për fen islame. Pra fjala e Zotit, këto fjalë profetike, sa hynore janë dhe sa njerëz, sepse profeti Muhamedi ishte njeri mbi të gjitha. Derisa Kurani është fjalë e Zotit dhe pastaj kjo fjalë e Zotit është e nevojshme të interpretohet dhe të shpjegohet. Shpjegimi nuk e bën dot njeriu, nuk e bën dot një musliman kush çfarë do. Pra një mendje njerëzore nuk mund të... Një mendje njerëzore, por i bën profeti sallallahu alaihi wasallam me fjalët e tij profetike. Pse themi fjalët e tij profetike? Sepse nuk janë fjalë të tija. Edhe pse janë fjalë të shprehura nga një njeri që është profet, por ndryshon nga njerëzit e tjerë për vetë faktin e statusit që ka. Pra ai është një profet dhe ky profet diturinë për ato fjalë, për ato shpjegime, për ato sqarime dhe interpretime i merr gjithashtu nga Zoti. Andaj dhe Kurani ka përmendur këtë. Ai thot, Muhamedi nuk flet sipas mendjes së tij. Ai nuk flet nga vetvetja e tij. Ai flet nga ajo që është dhënë. Ai flet nga ajo që është inspiruar. Ai flet nga shpallja hynore. Andaj dhe është sqaruar me kohë kjo çështje. Pra, shpallja është dy llojesh. Shpallje në formë specifike që është ruajtur në atë që ne sot i themi Kur'an, pra fjala e Zotit, dhe shpallje tjetër e cila është më e përgjithshme, por domethënë ka ardhur tek ne, është transmetuar tek ne nëpërmjet fjalëve profetike të cilat kanë interpretuar dhe shpjeguar fjalën e Zotit. Këto janë dy bazat kryesore nga ku buron feja. Kemi dhe dy të tjera të cilat nuk lidhen drejt për drejt në formën tekstuale. Pra, forma tekstuale është ose ajet kuranor ose hadith profetik. Pra teksti bazë janë këto dy burime. Dy tekste ose bazë, Kur'an ose fjalët profetike. Dhe nuk ka se si tjetër sepse fjalët e njerëzve, mendimet e njerëzve nuk mund të quhet pjesë tekstuale shariatike, por është mendim që mund të ketë njeriu, është interpretim apo diçka që mund të mendojë më tepër njeriu. Kurse bazë e fesë që janë derivati këtyre dyjave, kemi ixhman, kemi dhe qiyasin. Ixhmaja është unanimiteti i dietarëve islam në një kohë të caktuar për një çështje të caktuar, sepse kemi plot gjëra të reja, të cilat mund të dalin, janë çështje me cilat njerëzit do të merren me to, do të japin një lloj gjykimi ose do të kërkojnë sqarim se çfarë do të bëjmë ne me gjërat e reja. Dhe për këto gjëra të reja, të cilat nuk janë përmendur, duke qenë se janë të reja, nuk janë përmendur më përpara me tekst shariatik, pra me ndonjë ajet kuranor ose ndonjë hadith profetik, patjetër që do një gjykim
Pra gjykim juridik, atëherë ky gjykim juridik, nëse dietarët asaj kohe për këtë çështje të caktuar bien unanimisht dakord, do të thotë që kjo merr forcë juridike. Forcë juridike aq të madhe sa konsiderohet burim prej burimeve të fesë, sepse nuk është e pamundur i gjithë ummeti, të gjithë muslimanët të bien dakord për diçka që është gabim. Pra se bëj një paralelizëm ajo që mund të themi gjykata kushtetuese ose konstitucionalistët të cilët nxjerrin gjykime bazuar në të gjithë ato, të gjithë bashkë se bien dakord për diçka, ajo bëhet një vendim unanim dhe nuk mund të kundërshtohet më. Kemi edhe një burim të katërt, pastaj që është qiyasi. Në gjuhën shqipe i thon analogji. Pra bëhet krahasim mes çështjeve të reja me çështje të vjetra kur ne nuk kemi unanimitet. Momenti që s'kemi unanimitet, atëherë do bëjmë lidhjen me çfarë lidhet kjo gjë e re me gjërat e vjetra tekstuale, duke futur arsyetimin e përbashkët për të nxjerrur domethënë një gjykim juridik edhe për çështjet e reja. Këto janë katër domethënë burimet e shariatit apo fesë islame. Pra duket sikur te burimet e fesë islame janë dy burime që janë të patjetërsueshme, po të cilat paralelisht, pra dy burime që ata Kurani dhe fjalët e profetit, po të cilat gjithashtu duket sikur kanë nxitur arsyetimin dhe kanë ftuar mendjen si aleate në nxjerrjen e kuptimeve dhe urtësive të këtyre po themi shpalljeve. Si është raporti midis po themi arsyes, intelektualitetit, mendjes dhe dogmës dhe shpalljes? Përderisa vetë Zoti i Madhërisëm ja la në dorë njeriut që ai të arsyetojë me logjikën e shëndosh, me arsyeën e shëndosh që ja dha vetë i Madhi Zot, që për çështjet e reja, të cilat nuk kanë drejt për drejt dritë apo reflektim tekstual nga ajetet kuranore dhe hadithet profetike, kjo është një vlerësim që Zoti ja bën krijesës vet njeriut, sepse logjikën dhe arsyeën shëndosh ja krijoi dhe ja instaloi dhe ja dha vet Zoti i botëve. Pra ky është një vlerësim për njeriu. Njeriu është inteligjent sepse Allahu e krijoi të tillë inteligjent që në kohën e Ademit alayhis salam e deri më sot. Dhe në këtë vlerësim njeriu kupton dhe vlerën e tij, kupton dhe rolin e tij në këtë jetë me cilën po jetojmë dhe ku po jetojmë, dhe ka forcë, gjen guxim tani njeriu që t'i jap shpjegim pikërisht atyre gjërave të reja, por duke mos dalur nga kornizat të cilat ka përcaktuar Zoti. Prandaj dhe vjen analogjia. Kur nuk ka unanimitet, atëherë merret kjo çështje e re, bie fjala. Për shembull, çfarë do bëjmë ne me lëndët narkotike? Në disa vende, për shembull, mund t'i lejojnë, disa vende i ndalojnë ose i lejojnë me kushte e kështu me radhë. Nga ana fetare, çfarë gjykimi juridik marrin lëndët narkotike? Atëherë lëndët narkotike, drograt e ndryshme nuk kanë qenë në atë kohë dhe për rrjedhojnë, nuk kanë tekst shariatik, nuk ka ajet që flet për drogën, nuk ka hadith që flet për lëndët narkotike. Atëherë çfarë gjykimi do marrin pra, duke qenë se nuk plot rregulla që flasin për ruajtjen e shëndetit, për vazhdimin e shoqërisë. Rregullat për shembull që lidhen me dëmin dhe dobin. Nëse shikohet që dëmi është më i madh, atëherë do lihet, do braktiset, nuk do merret, nuk do realizohet e kështu me radhë. Përse? Sepse ka një tekst shariatik që na tregon se gjërat e dëmshme janë të ndaluara. Pra, deshëm s'deshëm këtu përdorim një tekst ne. Por në rastet kur nuk përdorim dot tekstin, çfarë do bëjmë? Do kemi punë me analogjinë dhe me arsyetimin logjik. Dhe do themi, cilat janë ato gjëra tekstuale në kohën e profetit alayhis salam, të cilët janë ndaluar dhe kanë arsyetim të përbashkët. Atëherë këtu fillon studimi. Duke qenë se lëndët narkotike e hutojnë njeriu, ndoshta e dehin njeriu, ja marrin mendjen, e bën mos jetë më vetvetja, atëherë bëhet një lloj krahasimi me alkoolin. Duke qenë se alkooli lën të njëjtën ndikim dhe për rrjedhojësh e dëmshme nga ky arsyetim logjik, nga ky arsyetim i përbashkët, atëherë merr gjykimin e alkoolit. Alkooli është ndaluar, edhe kjo është ndaluar. Dhe edhe pse nuk ka pra tekst shariatik, nëpërmjet analogjisë dhe arsyetimit të përbashkët mes çështjes së vjetër me çështjen e re, merr forcë ligjore, merr forcë juridike për t'i dhënë një gjykim, dhe gjykimi është e ndaluar edhe mbaron kjo çështje. Pra duket sikur nuk ka asnjë gjë të pa interpretueshme në fenë islame. Pra gjithçka e ka një gjykim, gjithçka e ka një zgjidhje, gjithçka e ka një orientim fetar. Prandaj dhe është feja e Zotit, e cila është e garantuar të jetë e tillë, e pandryshuar deri në ditën e gjykimit. Kur thoni që është e garantuar të jetë e tillë deri në ditën e gjykimit, do të thotë se muslimanët sot lexojnë të njëjtin Kur'an që ka lexuar profeti Muhammed dhe shokët e tij, sa
e sigurt është ky tekst i cili nuk ka ndryshuar në 1450 vjet. Si e kanë ruajtur muslimanët brez pas brezi të njëjtin tekst të zbritur nga Zoti. Tani, nëse do flasim nga ana emocionale, apo nëse do flasim për t'i mbajtur anën doktrinës me cilën ne e kemi besuar dhe po jetojmë me të, i bim shkurt dhe themi, shiko, është e garantuar nga Zoti sepse është fjalë e Zotit e kështu me radhë, por teknikisht dikush mund të thotë, shiko, po edhe Bibla, Ungjilli është fjalë e Zotit, atëherë pse është ndryshuar dhe ndryshimi nuk është se është një pohim apo një konstatim i muslimanëve. Në atë që quhet kritika tekstuale e studiusëve perëndimor, prej tyre të krishterë, prej tyre të pavarur, ata vetë kanë rënë dakord që Bibla është diçka e ndryshuar nga dora njerëzore, por problemi është se ne nuk dim se cila pjesë ka ndryshuar dhe cila pjesë nuk është e ndryshuar. Pra për shpallën e hershme nuk kemi një kopje origjinale të asaj të cilës po themi e kanë lexuar profetët. Është pamundur të gjehet, edhe domethënë tani a mund të rikuperohet? Jo, nuk mund të rikuperohet dot më. Atëherë, përse dora njerëzore ndërhyri deri aty? Këto janë konstatime të perëndimorëve, nga studius të ndryshëm, sepse koha për cilën zbritej ai libër dhe njerëzit për cilën zbritej ai libër skadoi. Dhe është, edhe pse është fjalë hynore, ka ardhur për një kohë të caktuar, për një popull të caktuar. Muhamedi alayhi salatu vesselam është vula e profetëve. Dhe duke qenë se është vula e profetëve, nuk do të vijë më profet pas tij. Dhe duke qenë se nuk vjen më profet pas tij, atëherë ky dekret hynor, që është dhe dekreti i fundit hynor, do të vazhdojë deri në ditën e gjykimit, apo deri në ditën e Kiametit, apo deri kur kjo botë mbaroj së ekzistuari. Dhe përrjedhoi ky dekret i fundit hynor nga ana, domethënë logjike, do të jetë i garantuar për mos të ndryshuar, sepse është dekreti hynor që Zoti ka lënë për njerëzit deri në ditën e Kiametit. Është një garanci, domethënë, në këtë aspekt arsyetimit. Kështu e besojnë muslimanët. Po ju thatë se ka dhe të tjerë cilët nuk janë musliman, por se e dëshmojnë originalitetin e Kuranit, sepse besoj ata kanë bërë hulumtime historike. Cilat janë argumentet që është i njëjti tekst? Për te arsyetimit logjik, kemi dhe argumentet të formës, ose më themi, kemi anën teknike. Anën teknike, Kurani fillimisht është shkruar nëpërmjet shkrimit, është shkruar edhe nëpërmjet memorizimit. Tani, çështja e shkrimit nuk është aq e thjeshtë sa mendohet. Është vërtet që kjo letra e butë që ne përdorim sot nuk ka ekzistuar. Pra se duket absurde që në një kohë ku pothuajse nuk ishte, po themi, ishin të paktë ata që dinin të shkruanin, ishin shumë të paktë ata që dinin të lexonin, vetë thuhet që i ka zbritur një profet i analfabet, ku nuk ishin mësuar me biblioteka, me arkivime, të ruhet si as i libër tjetër në botë. Pra, duket si një lloj absurdi, por që brenda ka dhe mrekullinë. Pikërisht këtë doja të shpjegoja, sepse shumë njerëz e shikojnë, në atë kohë është ai që përmend letra butë nuk ekzistonte, regjistrat nuk ekzistonin, numërimi i popullatës në formë korrekte siç është sot për t'i ruajtur në një vend kështu nuk ekzistonte. Atëherë ky libër ku ruajt? Në rrethanat e asaj kohe është shkruar nga domosdoshmëria dhe dashuria që kishin dhe besimi i madh për ta ruajtur këtë tekst hynor që zbriti, e shkruanin në ato letrat e vrazhda dhe si ishin shumë të pakta. Por letrat nuk ishin, domethënë, të këtij formati të sotëm që mund të shkruaje shumë me bollëk. Dhe çfarë ndodhi? U shkruhet në disa sure, disa pjesë në një letër. Një pjesë tjetër në lëkura të thara, disa tjera në rasa të ndryshme, në pamje ose në fusha të hapësira të dërrasave e kështu me radhë. Dhe u ruajtën. Qofshin pllaka, qofshin lëkura, qofshin letra të vrazhda, e kështu me u ruajtën, secili ruante në shtëpinë e tij e kështu me radhë. Jo më shumë se 2 vjet më pas. Pra 2 vjet mas vdekjes profetit Muhammed alayhi salam, Ebu Bekri urdhëron që të mblidhen të gjitha vendet ose të gjitha ato mjetet ku ishte shkruar Kurani, të mblidheshin të gjitha në një vend, dhe ky quhet regjistrimi i kohës. Ruajtja e këtij regjistrimi. Nuk ishte ana akoma teknologjike ta quash për ta ruajtur, për ta shkruar në një libër të vetëm, sipas rrethanave ku arabët jetonin aso kohë, por të paktën u ruajt, por nuk u ruajt vetëm në formë fizike. Hafizët të cilët qarkullonin dhe ishin aq shumë,
shkonin dhe vinin dhe gëlonin në të njëjtën kohë në aktivitetet e tyre. Hafizin ata që kanë memorizuar Kur'anin. Memorizimin e Kur'anit. Pra Kur'anin tashmë e kemi në dy regjistra, po themi. I shkruar dhe i memorizuar. Se kjo shkruara nuk na jep garanci të plotë, sepse dikush e ka shkruar në një formë, dikush ka haruar një pjesë. Vetëm se ka ardhur shkrimi dhe memorizimi në formë paralele është garancia më e madhe teknike që ka parë historia njerëzore. Nuk mundet dot kur të vi një fakt historik kur një shkrim, një mesazh i një mbreti, një perandori të ruhet me aq fanatizëm, me aq korrektësi, me aq dashuri në të njëjtën kohë dhe të mësohet përmendësh sepse çfarë mund bëj vaki lloj gjëre, mund të jetë luftë, mund të humbim të shkrimet dhe nuk të leshin memorizuesit. Dhe ka ecur paralel dhe kjo nuk zjati kaq shumë në këtë formë. Kur thua për memorizuesit, bëhet fjalë për 2-3 vet, për sa, po themi për sa vet bëhet. Domethënë, bëre mirë që ndërhyre, se unë këtë sa doja ta thoja faktikisht, shiko, bëhet fjalë për një mori memorizuesish. Si u ruajt në formën e memorjes? Për shembull, erdhi Xhibrili alayhis salam ja dha Kur'anin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai më njëherë jepte shokëve të tij. Shokët e tij, të cilët qëndronin me të, kishin mall të madh vetëm për ta parë, vetëm për qëndruar 2 minuta më shumë me të, mezi prisnin që ai të dilten nga shtëpia. Atëherë kërshëria e tyre dhe emocionet e tyre për të dëgjuar se çfarë do të përcjell nga Xhibrili ishte akoma më i madh. Memorizohej menjëherë ajo që profeti thonte, por ajo që profeti thonte shkoi për një interval kohor 23 vjeçar, pra nuk ishte diçka që u tha tani, e mësova përmendesh nga dashuria që kisha dhe harrova pak më vonë. Pra transmetonin edhe tek të tjerët. E transmetonin edhe të tjerët. Memorizimin. Shikoje, ç'është u lidh kështu pastaj. Menjëherë ky personi që dëgjonte nga profeti shkonte në familjen e tij, shkonte te shokët e tij, derisa u memorizua nga një mori sahabësh, secili prej këtyre kishte mexhlisin e tij. Bie fjala. Osmani apo Ibn Mesudi apo të tjerë figura uleshin, rreth i mblidheshin 10 persona. E mësonin Kur'anin prej tij dhe secili prej këtyre kishte pasaj mexhlisin e tij. Nuk kishim më 10 persona dhe mësuesi 11. Kishim 10 persona, minimale me 10 të tjerë u bëshin 100 vet. Këto 100 pasaj secili për tyre kishim mexhlisin, sepse më vonë me hapjet gjeografike të muslimanëve, atëherë këto arritën në Mesopotaminë e dikushme, Iraku i sotëm, ish perandoria persiane. Ashtu arritën deri në Damask, arritën deri në Jeruzalem, deri në Levant, që quhet pra Shami i sotëm. Dhe secili për tyre kishte mexhliset e veta, pra në të njëjtën formë, ajo vetëm hapej, derisa më vonë ishte e nevojshme të jepi dëshmia, pra ti mësove Kur'anin, po të japësh provimin. Dhe kur t'japësh provimin, unë do t'jap dëshmin. Dhe kjo dëshmi quhej ijaze. Pra po bëj fjalë për diploma. Pra të tregoj referencat se ku e kishe marrë dhe duhet ta dëshmojë se si e kishe dëgjuar. Këto ijaze arritën deri në Indi. Forma e parë e diplomimit. Forma e parë e diplomimit, që në arabisht quhet ijaze pra, e bëj dhe shumë shpejt u bën mira hafiza, të cilët ishin aq fanatik në memorizimin e tyre, sa menjëherë nëse gabonte dikush dhe nëse ishte duke falur namazin, menjëherë ndërhynin më pas duke rikujtuar ajetesh kështu dhe jo kështu. Edhe nëse bënin thjesht një lapsus, një lapsus sa do i vogël, madje ka pasur ndërhyrje që ti mos gaboje, njeriu mund të jetë edhe me grip, mund të jetë dhe i sëmur, mund të ketë ndonjë, domethënë një diçka që i vjen ashtu nga momenti, mund të kollitet dhe në kollitje sipër mund të shqiptojë diçka ndryshe. Menjëherë ndërhyn te hafizi i dytë, hafizi i tretë, hafizi i katërt dhe ky fanatizëm vazhdoi, ka fanatizëm i drejtë, bëhet fjalë se po bëhet fjalë për ruajtjen e fjalës së Zotit. Vazhdonte nga kufit e Mekës dhe Medinës dhe gjithë gadishullit arab deri në kufit me perandorinë bizantine në pjesën e Levantit pra Shamit, deri në kufit me Kinën e deri në kufi me Indin, madje brenda Indis në ato vende që sot quhet Pakistani, Bangladeshi e kështu me radhë, deri afër pastaj pjesës jugore të Indis. Më vonë arriti çështet gjithë Afrikën në Egjiptin, pastaj në Afrikën Veriore e deri në Spanjë. Dhe Spanja jepte ijazete jo vetëm për memorizimin e Kuranit, jepte ijazete për mjeksi,
jepte ijazete për shkenca të ndryshme. Pra këtë logjik ndoqën pastaj për gjitha edhe diplomim që dëshmon se ti dëshmon që ti i aftë, domethënë për këtë. Nuk kemi ne një fakt historik që na vërteton se një shkrim është ruajtur në originalitetin e tij në mënyrën se si është ruajtur domethënë Kurani. Pra kemi dy dëshmi të forta, dy burime të forta për Kuranin. Është teksti që ju thoni u mblodh në kohën e Ebu Bekrit dhe transmetimi përmes hafizave që ishte masiv dhe ishte pamundur për të deformuar sepse ajo pastaj u bë. Ka dhe diçka specifike nëse më lejon, kemi dhe çështjen e kopjes së parë Kuranit, sepse dikush më thotë, po mirë më vëlla, por këto rasat e qoftë për iguri apo qoftë për hapësirave të drujta apo këto letrat e asaj kohe që mund të shumë shpejt do mbaronin, do zhdukeshin, çfarë garancie jep kjo? Jo, kjo nuk vazhdoi shumë. 14 vjet deri në 15 maksimale më vonë vjen Othmani, halifi i tretë, dhe urdhëron të gjitha këto të cilat janë ruajtur tek Ebu Bekri do të bëhen në një kopje të vetme, pra do të shkruhen. Aty u mbulodhen të gjithë hafizët e hafizët më të mirë, që prej tyre ishte Zeid ibn Thabiti. Zeid ibn Thabiti me gjuhën moderne sot mund të ishte krye redaktori. Ishte ai specialisti numër 1 i cili çdo ajet, çdo shkronjë që shkruaj, ai e shikonte. A shkruaj ashtu sikur ne e ruajmë në memorien tonë dhe nuk ishte i vetëm, por ishin edhe memorizues të tjerë. Dhe pasi u shkruaj një sure, kaloi të gjithë te memorizuesit me radhë. Një komision, po themi, komisioni shumë rigoroz i specialistëve më të mirë të asaj kohe, që të gjithë nuk ishin specialistë në një fushë të caktuar. Ishin specialistë në të njëjtën gjë. Ishin memorizues të njëjtës gjë dhe ishte fanatizmi për të njëjtën gjë. Pra këtë Kur'an po nëse mund themi kështu po e botonin ata cilët kishin qenë dëshmimtar kur ky Kur'an kishte zbritur profetin. Dëshmitar në zbritje, dëshmitar në praktik, dëshmitar në mësim. Të gjithë ky komision kaq i lartë ishin të gjithë nxënësit e asaj që quhet shkolla apo medreseja profetike e Muhamedit alayhi salam. Nuk kishte si të ishte ndryshe, nuk mundet më gjej një shkrim sot dhe të ruaj originalitetin e vet më mirë, më të fortë se sa Kurani, nuk mundet. A ka kopje të kësaj periudhe që gjenden sot si dëshmi, pra në kohën e Uthmanit? Faktikisht, kjo pyetje, që më thonë, nga një anë është interesante, por nga një anë tjetër është edhe ngacmuese, sepse ka shumë për islamofobëve dhe orientalistëve perëndimor të cilët e kanë pyetur, po mirë, duke qenë se shiko është kopja e Kuranit është bërë domethënë shumë herët, atëherë ku është kjo kopje? Mos harrojmë që Uthmani bëri diçka. Uthmani masi bëri kopjen e parë të Medinës në prezencën e këtyre memorizuesve, të njëjtën kopje bëri dhe për qendrat islame të kohës të territorit islamik ishin zgjeruar shumë dhe duhej si lloj garancie, si lloj referencë. Si lloj garancie. Atëherë çfarë ndodhi? U bë një kopje për Shamin. U bë një kopje për Irakun, u bë një kopje për Jemenin, u bë një kopje për Egjiptin, ashtu sikur ishte bërë kopje për Mekën dhe Medinën. Këto ishin kopjet e para, të cilat sapo mbërrinte në Mekë, menjëherë mblidheshin memorizuesit e Mekës. Kur mbërrinte në Damask, kishin arritur në Damask dhe në Quds, në Jeruzalem, kishin arritur hafizat e Kuranit 14 vjet përpara, të cilët kishin shtuar mexhliset e hafizëve dhe memorizuesve të Kuranit, atëherë me të njëjtën metodë dhe dëshmi diplomimi. Dhe sapo vinte kopja nga Uthmani, po kjo ka ardhur nga halifi ynë, po prit sepse do ta shikojmë. Ai ishte parë nga komisioni i Medinës, një komision tjetër i Shamit, komision tjetër i Damaskut, komision tjetër i Irakut e kështu me radhë. Ajo vetëm se shtoi. Kto pastaj të njëjtën kopje e shtonin dhe lind pyetja. Cilën kopje origjinale don të ruash më, kur ajo bën në shumë kopje, në qindra kopje, dhe sot kemi miliarda kopje dhe ti nuk mund gjesh dot një presje, një pikë që ndryshon nga njëra tjetra. Është e pamundur. Pra, është i njëjti Kur'an me të njëjtën arabishte që ka zbritur 1450 vjet afërsisht. Patjetër, pra teknikisht un kam atë mushafin, nga leximi i tepërt ai konsumohet dhe të njëjtin mushaf, atëherë un marr një mushaf të ri. Një mushaf të ri nuk është më nevojshme të ruhet një kopje origjinale, jo sepse ne, domethënë, duam ta anashkalojmë këtë çështje. Jo, çështja është sepse luftrat e ndryshme, konsumimi atyre letrave e kështu me radhë është bërë në një formë që nuk ka qenë shumë në një problem kush e di çfarë. Përse ishin kopjet e tjera. Nuk të, a kupton, pra për cilën kopje po bëhet fjalë. Dhe nëse po bëhet fjalë për çështjen e memorizimit, pastaj shiko, sot kemi Pakistanin me 2 milion hafiz.
Kemi Egjiptin me 2 milione kusur hafiza, kemi Turqinë, kemi Arabin Saudite, hafizin ata që dinë çdo fjalë të Kuranit, të gjithë Kurani përmendesh. Nuk është janë munduar për gjatë shekujve, edhe në kohën tonë moderne sot, të ndryshojnë disa sikur një elif, jo elif, ato zanoret E, I, U, N, I, U në kështu me radhë që janë përmend. Cilat do sillen ndoshta edhe në ndryshim pasaj të kuptimit. Jo, sepse një zanore për të luajë në Kur'an ndryshon dhe kuptimi, nga që gjua është shumë e larmishme, shumë e gjerë. Me njëherë ndërhyn musliman nga gjitha cepet dhe qoshet e botës. Ky Kur'an kjo kopje që është bërë nga orientalistët, nuk është ky Kur'ani, sepse ja ku është gabimi. I ka bërë Zoti të mundur që vetë njerëzit me fanatizmin e tyre për të ruar ty fjalën e Zotit nuk mundet janë munduar sa herë, por nuk ja kanë arritur. Ndërkohë, ju thatë se burimi i dytë tekstual janë fjalët e profetit Muhammed, të cilat gjithashtu janë të inspiruara nga vetë Zoti. Çfarë niveli sigurie dhe garancie kanë këto fjalë në raport me Kuranin? A janë ato kredibël si burimeve sot? Duke qenë se fjalët profetike janë sqarim, interpretim, shpjegim për Kuranin, famëlart për fjalën e Zotit, atëherë merr të njëjtën garanci për të ruajtur, sepse duruhet i gjithë, duruhet i gjithë doktrina. Pra me të njëjtën formë është ruajtur dhe fjala profetike? Edhe në të njëjtën formë është ruajtur dhe fjala e profetit, madje ne faktikisht emisioni është ka minuta të përcaktuara, ana teknike pasaj se si është ruajtur hadithi është mrekulli me vete dhe është mrekulli e posaçme që i përket vetëm muslimanëve. Nuk ka arritur asnjë popull, asnjë fe, asnjë grup njerëzish, asnjë ideologji, asnjë çfarëdo që mund të prodhojë, domethënë natyra njerëzore me teknikalitetet e tyre, është një mrekulli me vete. Janë 5 kushte me të cilat është ruajtur hadithi, çdo kusht meriton një emision më vete. Pra nuk do t'i përmendim të 5 vetëm si emër për të ngacmuar pak dhe teleshikuesit ndoshta hulumtojnë disa cilëve. Nëse një sahabi, pra një shok i profetit, kishte dëgjuar një hadith nga profeti, një thënie profetike nga profeti, ky do e thonte brezit që do të vinte më pas. Këta persona nuk ishin më pak se 2-3 persona, mund të ishin 4, 5, 6 në mezhlise të ndryshme. Dhe ky do të transmetonte këtij personi. Pastaj, mas kalimit të 40, 50, 60, 70 vjetëve, kërkohej që nëse ti vije me një fjalë profetike, kushti i parë, nga kush e ke dëgjuar? E kam dëgjuar nga filani. Po filani nga kush e ka dëgjuar? Nga filani. Derisa të bëhej lidhja. Derisa të shkon te burimi. Po, hallkat të ishin të lidhura derisa këto hallka na bashkonin me burimin. Ky është kushti i parë dhe nuk mjafton. Sepse thot, në rregull, këto hallka të cilat ti na i përmende, filani nga filani, nga filani, nga filani, patjetër që duhet vërtetohet që e dëgjove, apo ka një boshllok mes teje dhe me dhe nuk e dim se kush është ky i padukshmi. Jo, unë e kam dëgjuar për teje. Ti e ke dëgjuar për atij e kështu me radhë. Ky është kushti i parë. Kushti i parë duhet të jetë lidhshmëria e hallkut. Deri tek burimi. Pastaj ky personi që ti e dëgjove, kush është? Ka 2 kushte të tjera që dalin derivate të kësaj. Kushti i parë, analizoj personaliteti i këtij personi. Shikohet, domethënë ky njeri në karakterin e tij është njeri i mirë apo nuk njihet si njeri i mirë. Çfarë do thotë nuk njihet si njeri i mirë? Ndoshta njerëzit e kanë dëgjuar sikur një herë të vetme të gënjej. Mund të gënjej edhe për një interes të vetin, jo thjesht për me gënjur në emër të fesë. Dhe momentin që unë një herë të vetme të dëgjova që ti gënjen, ti përjashtohesh. Pra nëse ky ka gënjur po thënë për tregti apo për një interes personal, interes nuk i pranohet më. Maro çështja, ti nuk je i besueshëm. Nuk shërben si hallk e transmetimit. Rëzohesh si figurë, rëzohesh si njeri, nuk je më personalitet dhe figurë që meriton të merret fjala. Jo vetëm kaq, por ti ndoshta mund të jesh dhe shumë i mistershëm, mund të jesh shumë i aftë për ta mbuluar mashtrimin tënd dhe anën kur ti mund të gënjesh. Atëherë nuk mjafton vetëm kjo, mund të dëshmoj për karakterin tënd dhe prezenca jote në shoqëri, sa i mirë je ti, sa bamirës je ti, sa human je ti, sa i besimtar je ti, sa i devotshëm je ti, përndryshe nuk të merret. Kjo është ana parimore që lidhet me personalitetin. Hallka e dytë që tham, pra kushti i dytë. Hallka e tretë, ti mund të jesh shumë njeri i mirë, mund të jesh shumë i besueshëm, ti asnjëherë nuk gënjen, madje je nga njerëzit më të devotshëm, por nuk ke memorien e fortë, pra përjashtohesh. Ka mundësi, nuk ka hatër.
Mund të jetë babai im, mund të jetë fëmia im, mund të jetë gjyshi im. Nuk ka hatër, se hatri këtu është hatri i fesë, dhe jo hatri familjar, hatri shoqëror, hatri personal. Atëherë, momentin që ti nuk ke memorie të fortë, nuk i merret dëshmia. Nuk merret dëshmia jote. Jo, nuk bëhet fjalë për dëshmi, nuk merret. Në kuptimin e dëshmisë së hadithit. Të hadithit, pra transmetimi, nuk merret transmetimi. Përse? Sepse ti mund të jesh njëri shumë i mirë, por çalon në memorien tënde, dhe kur ti çalon në memorie, me kalimin e kohës ke dëgjuar diçka dhe e transmeton ndryshe. Nuk merret, duhet të jetë ashtu. Mbaroj këtë çështje. Prap nuk mjafton. Ore, po cilat këto kurse të tjera, po këto janë më së të mjaftueshme. Nuk kemi ne në një rend botëror sot që të ruaj origjinalitetin e një shkrimi deri këtu, sa u përmend në këtë formë. Do të shikohet tani një studim i mirëfillt që e bëjnë vetëm një komision i posaçëm i specialistëve të hadithit, të cilët thonë erdhi me hallka të lidhura, erdhi nga njerëz të devotshëm dhe erdhi nga njerëz që nuk kanë problem në memorien e tyre, prapë nuk e mjaftueshme derisa ta krahasojmë me transmetimet e tjera, sepse nëse ky hadith është thënë në publik dhe ka dëgjuar nga profeti më shumë se 4-5 sahabe, atëherë një sahabi, një shok i profetit ka jetuar në Sham, në Levant, një në Irak, një tjetër vazhdon të jetë në Mekë, e kështu me radhë, dhe secili ka nxënësit e vet. Atëherë unë hadithin kur e dëgjova në Damask apo në Jeruzalem, do ta krahasoj tani a ka ndryshim nga hadithi transmetuar nga një shok tjetër i profetit, nga profeti alayhis salam, dhe ky person jeton në Irak dhe ky person jeton në Medinë. Krahasimi i kopjeve, krahasimi i transmetimeve sjell dhe atë që quhet që ti mund kesh një memorie të fortë, por edhe ti me memorie të fortë nga një herë mund gabosh. Atëherë dhe kjo fjalë ose ky lloj gjykimi që nga një herë mund gabosh, ti edhe atë një herë s'duhet gabosh. Përse? Sepse është kjo kopja tjetër këtu, kjo kopja, ky versioni tjetër këtu, ky transmetimi tjetër këtu, dhe nëse bashkohen të gjitha bashkë, tregon që ti nuk e gabuar, unë s'kam gabuar, dhe kjo transmetohet në brezat. Kjo ishte hallka e 4. Hallka e 4. Hallka e 5 pasaj që është më e vështira, është kur bëhet një studim i veçantë i të gjithë historikut, i të gjithë gjanologjisë, i preardhës familjes, nga ku ka dëgjuar, nga kush në cilin vend ka qenë. Pra, ti e përcjell këtë hadith nga Ebu Hurajra. Ebu Hurajra, për shembull, bëhet fjalë ka jetuar në Medinë. Kur ka jetuar në Medinë, ti në këtë kohë kur ka jetuar në Medinë, a dëshmohet që ti ke qenë pjesëtar i Medinës? Një studim historik i familjes tënde dhe personalitetit tënde dhe i figurës tënde, sepse ti mund të transmetosh nga Ebu Hurajra, por mes teje dhe Ebu Hurajrës mund të jetë një person i padukshëm që në pamje të parë në hallku na duket i lidhur, por mund të jetë i çlidhur në një formë se unë e dëgjova nga një person në një treg të Damaskut, ky ka qenë në Medinë dhe jo unë personalisht, dhe unë vërtetoj nëpërmjet një studimi të mirëfillt që ti zotëri e transmeton nga Ebu Hurajra, por realisht Ebu Hurajra ka jetuar në Medinë dhe ti ke jetuar në Damask. Atëherë kur u takove me Ebu Hurajrën ti, këto janë kleçka që dalin rrugës. Dhe to kleçkat, nëse arritë të shpëtosh edhe nga këto studime, nga këto hetime mund t'i themi. Këto është hetuesi gjigande, nga këto hetime që dhe hetuesit modern sot i kanë nxili, atëherë del produkti plotësimi i 5 kushteve. Unë thash vetëm një formë. Kjo kushti i 5 ka aq shumë sepse ata pastaj kanë themi kanë kushte të tjera, specifikat e veta, por në tjera. fund fare del një produkt jo i pjekur, por një produkt i garantuar që nuk ka mundësi të jetë ndryshe. Kështu është shkruar të gjithë feja dhe me të njëjtën kushte pastaj shkruhet edhe vetë Kurani. Edhe kjo na jep të kuptojmë se kështu pastaj është e pa ndryshueshme edhe në të ardhmen, pra do të rezistoj çdo lloj kohe, sado kohë dashakëse që mund të vi. Versioni më i saktë apo më i njohur te muslimanët është libri Imam Buhariut. Pastaj Imam Muslimit. Shko kudo në botë, ashtu sikur Kurani. Me të njëjtën fanatizëm muslimanët kanë ruajtur Sahihun e Buhariut. Edhe pse janë fjalët profetike, shpjegim dhe interpretim, domethënë për Kuranin. Shkon në Pakistan, shkon në Indi, shkon në Kanada, në Amerikë, shko ku duash, janë të njëjtat kopje të Buhariut. Hoxh, kjo na jep të kuptojmë se logjika e fesë, kultura e fesë, të kuptuarit e fesë kërkon gjithmonë referenca. Dalim pak tek besimtarët e përgjithshëm, kur pyesin për diçka. Duket sikur duhet të kenë një kulturë të marrit të kuptimit të fesë nga referencat, po themi, kompetente. Sepse shpesh rrjetet sociale, Google-i, referencat, po themi, që nuk kanë kredibilitet,
ose nuk kanë filtrat e duhura, disa njerëz i kanë çuar në veprime edhe të dëmshme, kanë dëmtuar veten, fenë e tyre edhe shoqërinë e tyre. Pra sa rëndësishme është të ruhet kjo kultura e referencave të besueshme dhe kompetente. Përderisa ne shpjeguam, domethënë aq pak kohë sa kishim që është anën teknike dhe historike se si është ruajtur ose me si janë ruajtur tekstet e shariatit, Kurani dhe hadithet profetike, sot ne nuk kemi frikë se mund të ndryshojë Kurani apo Suneti, por interpretimet e gabuara mund të mund të sjellin qasje të gabuara dhe mund të ndërtohen koncepte të gabuara dhe nga kjo mund të vijë keqkuptimi rreth fesë. Është e vërtetë që Kurani është aty, është e vërtetë që hadithi është aty dhe nuk do ndryshojnë, por mentaliteti i njerëzve mund ndryshojë, interpretimi i tyre sepse nuk janë të aftë, interpretimi i tyre, shpjegimi i tyre gabim sepse nuk janë studiues, nuk kanë mësuar e kështu me radhë, mund sjellë dëm edhe pse mund të jenë të përkohshëm, mund sjellë dëme të cilat lidhen me keq interpretimin e fesë nga një anë dhe keq ose më themi gjykimin për fen, gjykimin jo të saktë për fen, domethënë nga ana tjetër. Andaj dhe siç ruajten referencat nga ana teknike dhe arsyetimi logjike që ne sollëm nëpërmjet komisioneve të posaçme, nëpërmjet dietarëve të ndryshme, nëpërmjet njerëzve studiues, atëherë dhe referencat për shpjegimin, interpretimin, për ilustrimin praktik, për shembull si do falet namazi, si do jepet zakati, në të gjitha këto forma duhet të merret nga specialistët e fushës. Nëse nuk merret nga specialistët e fushës, kemi një thënie të Ibn Abbasit, i cili thot, ka qenë komentuesi më i njohur i Kuranit, thot, kush e komenton Kuranin me mendjen e tij, sipas mendjes së tij, pa ju referuar teksteve dhe shpjegimeve dhe transmetimeve që kanë ardhur më përpara, ai thot ka gabuar, madje ka bërë gjuna dhe nëse mund t'ja ketë qelluar. Nga një herë mendja njerëzore është aq e afsa dhe mund t'ja qelloj, por metoda është gabim. Përse? Ja qellove tani, por do gabosh 10 herë më pas, atëherë do keq interpretohet. Pra, mendja ftohet në Kur'an për të reflektuar, për të medituar, për të analizuar, po jo për të nxjerrë gjykime. Pastaj gjykimi kërkon komision. Po ana konceptuale e Kuranit është e garantuar gjithashtu në kuptimin që, shiko, ana konceptuale kur Zoti na thot faluni, falenderoni, lutuni mua, më falenderoni kështu me radhë, ana konceptuale që gjithë njerëzit e kuptojnë. Por nëse dalin në specifika të ndryshme, në ilustrimet praktike nuk mund bëhen dot sipas dëshirave dhe pasioneve tona. Patjetër do shkojmë dhe do të kërkojmë ndihmë nga specialistët e fushave, të cilët ruajnë dëshminë, atë ixhazetin që ne e tham deri në burimin me hallkun e lidhur deri tek profeti alayhis salatu wassalam. Hoxh, ju keni studiuar në botën arabe, po gjithashtu her pas here jeni aktiv edhe në perëndim, në Suedi, në Zvicër, në Gjermani, në vende të ndryshme, në Itali gjithashtu. Sa i përgjigjet Kurani, ky tekst që ju thatë është i zbritur nga Zoti në gjuhën arabe, sa i përgjigjet me të njëjtin potencial si botës arabe, si botës perëndimore, si të shkuarës dhe sa mund t'i përgjigjet edhe të ardhmes së njerëzimit? Unë nuk mund të them se sa i përgjigjet, sepse kur të bëjmë pyetjen sa i përgjigjet, ne do dalim përgjigje sa përqind do të zër vend Kurani. Jo, nuk është kjo. Kurani është alternativa e vetme e perëndimit. Kurani është alternativa e vetme e gjithë njerëzimit. Kurani duke qenë se ka një garanci hynore për Zotit, sipas logjikës shëndosh, por dhe sipas teknikës që ne përmendëm, do të jetë i pandryshuar deri në ditën e gjykimit, do thotë që ky dekret i fundit hynor i cili nuk do të ndryshojë, është garancia në të njëjtën kohë për të qenë alternativë, jo vetëm për të ruajtur për ne muslimanët, alternativë për të gjithë njerëzit. Përse? Sepse ky njerëzim sot ka nevojë për një busull, ka nevojë për orientim, ka nevojë për një udhëheqje dhe nuk mundet njeriu të shkojë të arrijë stadin më të lartë njerëzor, stadin më të lartë domethënë etik, vetëm nëse përkon me parimet hynore të zbritura nga Zoti. Dhe parimet hynore të zbritura nga Zoti ruhen në origjinalitetin e tij pikërisht në Kuranin famëlar. Andaj dhe është alternativa e vetme. Përse? Sepse
bota relative njerëzore ndryshon. Ti ke një mendim, unë kam një këndvështrim, ai ka një këndvështrim të vet, ky tjetri ka një shpjegim të tij dhe sidomos në kohën sot ajo që quhet periudha postmoderne. Në periudhën postmoderne secili ka të drejtë, secili quajmë fjalën e vet, edhe pse mund të jetë shumë e shëmtuar në syrin tënd, është e vërtetë për të. Atëherë do të kuptohet shumë shpejt se periudha postmoderne përmerr një ecuri e cila do të gërmojë ose do të shkërmojë vetveten, nuk ka ku të shkojë ndryshe. Atëherë njeriu do të pyes. Ka një pikë pyetje të madhe, çfarë bëjmë? Arritëm deri këtu, ne nuk arritëm në stadin më të lartë duke i referuar mendjes tonë njerëzore, edhe pse arsyeën e kemi të shëndosh. Relativiteti dhe liria e tepruar na bëri që ne të kuptojmë se njeriu në vetvete nuk mundet dot të arrijë stadin më të lartë vetëm se nëpërmjet mësimeve hyjnore. Atëherë do të shfaqet në formë të pashmangshme Kurani, fjala e Zotit, e cila nuk mund të themi se sa vend do të zë apo deri kur apo deri sa mund të jetë si potencial po themi i orientimit të njerëzimit i shërben po themi çdo lloj kulture, çdo lloj shoqërie, pra nuk është fe arabe, nuk është nuk është lokale, nuk është një gadishulli arabik. Është e gjithë njerëzimit aq më tepër kur sot njerëzimi vërtet është në udhkryq. Njerëzimi është në udhkryq. Dhe ky njerëzim i cili ka arritur në një udhkryq, atëherë do të zgjidh rrugën më vonë, do të kërkojë, sepse ashtu sikur njeriu kërkon më të mirën, atëherë do të shikojë se në këtë udhkryq patjetër do të gjejë më të mirën dhe e mira është. Madje kjo e mirë nuk janë shumë të mira. Është alternativa si stam, alternativa e vetme për njerëzimin, edhe pse po investohet fuqishëm në të gjitha formatet që njerëzit mos kuptojnë të vërtetën. Njerëzit mos shkojnë nga e vërteta, ose tu thuhet njerëzve që ka shumë të vërteta, e kështu me radhë. Jo, e vërteta është një, ajo është alternativa e vetme dhe ai që e krijoi botën dhe e mësoi njeriu të shkruaj me laps, i mësoi njeriu atë që nuk e dinte, është i njëjti Zot që do t'i bëjë njerëzit kuptojnë që kjo alternativë e vetme është ajo hyjnore dhe jo ajo njerëzore. Hoxhun, falenderoj shumë për këto shpjegime, për këto interpretime, Zoti shpëlbeft. Faleminderit dhe juve gjithashtu. Të nderuar miq, këto ishin minutat e këtij emisioni të sotëm. Kuptuam se Kurani është mrekulli jo vetëm në formë dhe në përmbajtje dhe fjalët profetike, por se është mrekulli dhe në mënyrën se si ka mbritur është transmetuar brez pas brezi, çka jep garanci çdo lloj shoqërie që ajo është fjala e Zotit, ajo është e vërteta hyjnore, i mbetet çdo lloj shoqërie që të ndërveprojë me këtë të vërtetë, ta brëndësojë dhe ta kthejë në vlera dhe në virtyte të jetës së çdo shoqërie. Ju falenderoj që ishit me ne, do të jemi sërish së bashku nesër, kalofshi sa mirë.